Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran. Wa subhanallahi bukratan wa asilan. Allahu Akbar kullama sama saimun wa aftar. Allahu Akbar kullama laha as-sabahu eid wa asfar. Allahu Akbar kullama laha barku wa anwar. Allahu Akbar kullama ar'ada as-sahab wa amtar takbira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الحمد لله الذي سهل لنا الصيام وقيام ويسر ونحمده على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر ونشكره على فضله وإحسانه وحق له واحد أحد صمد أن يشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربنا نفرض بالخلق والتدبير وكل شيء عنده وائتمر صلى الله عليه وسلم وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر وعلى أصحابه الذين سبقونا إلى الخيرات فنعم الصحب والمعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدأ الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق تقاته فإن من اتص بالتقوى جعل الله له من أمره يسرا ومن كل ضائقة مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يقول تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وأشكره سبحانه على نعمه الوافرة والآلاء المتكاثرة تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا Të nderuar vëllezër, falënderimi i takon vetëm të Madhit Allah subhanahu wa taala, i cili na ka bë musliman, edhe na ka mundsu me e kuptu bindshëm se nuk ka jetë dhe nuk ka lumturi të vërtet dhe nuk ka ardhmëri dhe shoqëri dhe familje të shëndosht vetëm se me Islam. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili na mundsoi me arrit edhe këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Ramazani ishte muaji ku na u dha hapësirë të rishikojmë raportet tona mes vetes
dhe në u dha hapësirë të rishikojmë raportet tona me krijuesin e gjithësisë Allahun subhanahu wa ta'ala. Në këtë muaj na u dha hapësirë për ibadete dhe adhurime të ndryshme. Në këtë muaj na u dha hapësirë për falje nga Zoti i gjithësisë. Mu edhe për këtë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ai i cili e ka agjeruar këtë muaj me bindje të plot në ekzistimin e Allahut fuqiplot, i falen të gjitha mëkatet. Ramazani mund të konsiderohet edhe si mjeku më i mirë i zemrës, i cili erdhi për na i shëruar shpirtat tonë. Për atë edhe sot jemi të lumtur, festojmë dhe gëzohemi që Allahu subhanahu wa ta'ala na mundsoi që në këtë muaj t'i përgjigjemi thirrjes Allahut subhanahu wa ta'ala. Aliu radiallahu anhu në fund të këtij muaji dilte dhe thonte: sikur ta di se kujt Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka pranuar këtë muaj të përgëzoj. Nuk ka dyshim të nderuar vëllezër, se çdo gjurmë i ka shenjat e veta, e shenjat që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka pranuar muajin e Ramazanit, është që të vazhdojmë në këtë muaj edhe në frymën e këtij muaji edhe 11 muaj tjerë. Nga se për këtë Zot që kemi agjeruar një muaj, për këtë Zot që kemi ndejt me natë të tëra pa gjumë, ky Zot është i gjallë edhe 11 muaj tjerë. Në këtë ditë feste, me lajqet e Allahut subhanahu wa ta'ala luten dhe thonë: urime o besimtar, Zoti u ka falur mëkatet e kaluara, andaj kujdesuni për atë çfarë ka mbet nga jeta juaj, nga se me të vërtet ajo që ka mbet nga jeta jon është shumë e shkurt në krahasim me jetën e përjetshme në ahiretin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për atë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala këtë e përshkruan në Kur'an dhe thot: mata'un qalil thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kjo jetë është vetëm disa çaste, e pastaj ktheheni tek Allahu subhanahu wa ta'ala, tek ai i cili e di të fshehtën dhe të dukshmen, dhe t'ju informoj dhe t'ju gjykoj për çdo vepër që keni vepruar. Të nderuar vëllezër, në këtë ditë të gjithë jemi optimist se na ka falur i madhi Allah subhanahu wa ta'ala. Për atë dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ibadun li sumtum wa li qumtum irji'u maghfurun lak. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që robërit apo besimtarët dalin për të falur namazin e Bajramit, Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet besimtarve nga qielli dhe u thot: o robërit e mi, për mua agjeruat, për mua u falët, andaj kthehuni në shtëpit e juaja të falur e të mëshiruar. Të nderuar vëllezër, e ku ka më mirë për ne si krijesa që të na fal krijuesi Allahu subhanahu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër, ne si besimtar i kemi dy festa.
Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo popull i ka festat e veta, e festat e muslimanëve janë Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur emigroi nga Mekja në Medinë dhe shkoi në Medinë, i pa disa besimtar, disa musliman duke festuar festat e huaja, duke festuar festat e ignorancës, u drejtu atyre dhe u tha: "Qad abdalakumullahu bihima khayran minhuma yawmul adha wa yawmul fitr." Allahu subhanahu wa ta'ala ju ka zavendësu me dy festa më të mira, me festën e Fitr Bajramit dhe festën e Kurban Bajramit. Të nderuar vëllezër, festat islame janë festat të veçanta, nga se festat tona nuk lidhen me vdekjen apo lindjen e dikuj, por janë festa ku plotësohen obligimet tona që kemi ndaj krijuesit Allahut subhanahu wa taala, dhe janë festa që plotësohen obligimet tona që kemi ndaj njëri tjetrit si vëllezër dhe si shoqëri, duke e vizitu njëri tjetrin, duke e ndihmu nevojtarin dhe duke shti dashuri dhe gëzim në zemrat e fëmijëve tonë. Të nderuar vëllezër, Bajrami është koha ku besimtari ndihet krenar me fen e tij. Lillahi l-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Krenaria e vërtet i takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Krenaria e vërtet i takon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe krenaria e vërtet i takon besimtarve. Dhe ne si besimtar duhet të ndihemi krenar me fen ton, për atë dhe kjo është porosi e Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili tha: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." E asnjëherë as mos u dobësoni, e as mos u ligështoni dhe as mos u piklloni, sepse ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar. Bajrami të nderuar vëllezër është koha ku duhet tregojmë dashuri të veçantë ndaj familjes, ndaj prindërve tonë, ndaj grave tona, ndaj fëmijëve tonë, nga se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Më i miri prej jush është ai i cili është më i miri me familjen e tij." Bajrami është koha ku duhet të shtojmë dashurinë vëllazërore, të shtojmë dashurinë mes njëri tjetrit, nga se të nderuar vëllezër, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dashuria ndaj njëri tjetrit sjell edhe dashurinë e Zotit." Bajrami është koha ku duhet i pastrojmë zemrat tona, ta zhdukim nga zemrat tona një herë për gjithmonë xhelozin e zilin për njëri tjetrin. Për atë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. At-taqwa ha huna." Mos keni zili njëri tjetrin, mos e mashtroni njëri tjetrin, mos e urreni njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, por bëhuni rob të Allahut dhe vëllezër në fe. Muslimani është vëlla i muslimanit, nuk e tradhton, nuk i bën padrejtësi, nuk e gënjen e as nuk e poshtron. Besimi është në zemër. Të fitojmë vetë besim të nderuar vëllezër, dhe të kuptojmë se fshehtësia e suksesit në këtë botë nuk është xhelozia e zilia e urrejtja për njëri tjetrin, por është besimi dhe vepra fisnike. Bajrami të nderuar vëllezër është koha
ku duhet kemi optimizëm, nga se Islami apo e gjithë feja jonë është optimizëm. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajabun li imri mu'minin amruhu kulluhu khair, jam çudit me çështjen e besimtarit, jeta e tij është çdo herë hajër, jeta e tij është çdo herë mirë, nga se nëse e sprovon Zoti me ndonjë fatkeqësi, bën durim dhe shpërblehet për atë sprov, e nëse Allahu subhanahu wa taala i jep ndonjë të mirë, e falënderon Allahun për këtë mirë dhe shpërblehet prap. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na forcojë këtë rrugë. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na i pranoj lutjet, adhurimet, sakrificën gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Amin. O Zot i plot fuqishëm, ne i vim para Teje sot me zemra të mbushura me frikë dhe shpresë, duke kërkuar mëshirën dhe ndihmën Tënde për qytetin ton të dashur Ulqinin. Ky vend është amanet prej Teje, është trashëgimi e të parëve tanë, një vend i bekuar me bukurinë natyrore dhe pasuri të shumta. O Allah, ruaje këtë qytet nga çdo padrejtësi, nga çdo grabitçar që dëshiron t'ia marrë pasuritë dhe të keqpërdor begatit e tij. Mos lejo që të huajt apo të padrejtë ta përvetsojnë atë që i takon banorëve të tij. O krijues i gjithësisë, jepi popullit të Ulqinit forcë, unitet dhe mençuri për ta mbrojtur vendin e tyre dhe përqëndruar të fortë përballë sfidave. O Allah, fali njerëzit tanë që kanë gabuar, uzoji ata që kanë devijuar dhe mos lejo që lakmia dhe padrejtësia të mbizotrojnë mbi këtë qytet. Bëje që drejtësia të triumfojë dhe që pasuritë e këtij vendi të shërbejnë për të. Amin. Për hajr fitër Bajrami e Zoti na i pranoft lutjet tekbira. Allah